Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër e motra, të dashur qytetar. Vetëm edhe pak orë në ndajnë nga festimi i Fitër Bajramit. Andaj kam kënaqësinë që sot, në emër të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, institucioneve të saj dhe në emrin tim personal, që drejtohem me përgëzime dhe urimet më të mira, me bindje dhe shpresë që Bajramin ta ndjejmë, ta presim e ta përjetojmë shpirtërisht me gëzime për kushtim në ambientet tona të ngrohta, familjare dhe shoqërore. Që sonte kur kemi natën e Bajramit, besimtarët muslimanë hynë në atmosferën e festës së Fitër Bajramit, të gëzuar me plot të drejtë se kanë kryer një ndër urdhrat e Zotit të Madhruar, agjërimin e muajit Ramazan, ibadet ky që bëhet vetëm për Zotin e gjithësisë. Vëllezër dhe motra, ceremonia e Fitër Bajramit është moment që bashkon besimtarët në faljen e namazit të Bajramit, që shënon njëkohësisht momentin më të rëndësishëm të kësaj feste, për të vijuar më pas me urimet dhe përgëzimet më të mira e më të sinqerta, si dhe me përqafimet e ngrohta, si për asnjë moment tjetër me familjarët, fëmijët, parefisin, shoqërinë, e për të shijuar më pas aromën dhe nimetet e festës rreth sofrës së Bajramit me më të dashurit tanë. Zoti i Madhërisëm thot: ka shpëtuar ai që është pastruar, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Kjo festë e bekuar e cila në formën më të mirë përçon porosi dhe mesazhe për paqen, harmoninë, dashurinë, mirësinë dhe gëzimin për besimtarët. Është një dhuratë prej Zotit për përkushtimin, devotshmërinë dhe adhurimin e shtuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Për një muaj me radhë, agjërimi mbushi zemrën dhe shpirtrat tanë me një ndjenjë të veçantë paqeje, qetësie, e pse jo edhe krenarie. Andaj festa e Fitër Bajramit është mundësi për të shprehur mirënjohjen dhe gëzimin për arritjen e pastrimit shpirtëror, që është shoqëruar me sakrificë, përkushtim dhe devocion. Fitër Bajrami është festë përbashkuese për muslimanët në mbar botën. Festë që simbolizon triumfin shpirtëror, moment gëzimi dhe reflektimi, që shpreh faljen, mirësinë dhe bashkimin familjar e shoqëror. Vlera këto që i japin kuptim të thellë social dhe shoqëror, e gjithsesi edhe shpirtëror, kësaj feste kaq madhështore. Fitër Bajrami sjell gëzim e hare në familjet tona, nga se është moment që e bashkon atë, ripërtrin lidhjet familjare dhe shoqërore, kultivon paqen, mirëkuptimin, solidaritetin, dashurinë, respektin për tjetrin, si dhe kultivon vëllazërinë dhe harmoninë mes nesh. Të dashur vëllezër dhe motra, gjatë festës së Bajramit zemrat bashkohen në miqësi, njerëzit bashkohen pas ndarjes, duke u përkujdesur që gëzimi për festën e Bajramit të arrijë në çdo shtëpi, si dhe të shpërndahet bekimi i Zotit xhalleshanuhu nëpër çdo familje. Fëmijët kanë një peshë e kujdes të veçantë në festën e Fitër Bajramit, nga se kjo festë është një mundësi e shkëlqyer për t'ju mësuar atyre vlerat universale dhe porositë fisnike hyjnore të Fitër Bajramit. Duhet kujdes i veçantë për fëmijët tanë që ta përjetojnë festën e Bajramit, t'i vizitojnë xhamit, me ne, t'i shijojnë dhuratat e veçanta, të marrin mesazhe uruese dhe të jenë pjesë e pritjeve dhe vizitave të familjet. Miqësia dhe farefisi që realizohen për Bajram. Në këtë mënyrë, fëmijët tanë shijojnë festen, mësojnë traditën tonë pozitive dhe ruajnë kujtime më të bukura nga fëmijëria për këtë festë. Vëllezër dhe motra, festa e Fitër Bajramit e popullit në vazhdimsi ka pasur një rëndësi dhe vlerë të posaçme. Është festë më popullore dhe më me ndikim në shoqërinë tonë, si në të kaluarën ashtu edhe tash. Populli ynë e feston Bajramin me shumë gëzim dhe nderim, duke ruajtur traditat dhe duke theksuar vlerat e solidaritetit, respektit dhe mirësisë. Duke pasur parasysh se namazi i Bajramit është një mundësi reale për të shprehur falënderimin për mundësinë që na dhuroi Zoti për agjërimin e këtij muaji të bekuar, është momenti kyç për të kërkuar dhe reflektuar paqe dhe lumturi për veten, familjen dhe për besimtarët mbar,
nga se kjo është një formë e thellë e lidhjes shpirtërore me Zotin dhe një shenjë e besimit të vazhdueshëm në Zotin një. Urime festa e Fitër Bajramit për të gjithë besimtarët tanë kudo që ata gjenden.